aplikimi i kësaj metode, realizimi, jetësimi i kësaj metode për shëndetësinë kosovare ka qenë një moment i jashtëzakonisht i rëndësishëm për pacientët tonë, qysh për vitit 19 mas tufës, madje edhe në mjetet e informimit kemi publikuar se do të fillojmë me këto metoda, do të fillojmë me këto metoda folas, të shërbim me folas, një zbërim me folas, dhe bashkë me doktor Tomasin filluam datë 27 mars 2001 me këto procedura. He called me and told me, "You promised to come. Are you interested still?" And so we started. I don't know the conditions, especially here after the war. I took my complete equipment in the luggage of my children, of the OP theater, completely, very heavy, and we started. Kur çdolemi tjetër lypet avancim i aparaturës së anestezionit, lypet i monitoring ma komplet, lypet përgatitje adekuate e pacientit. Na kem kalu situata më të vështira, kem kalu edhe në luftët ne pa përgatitje pa kërgjë, po atë në kohën domosdoshme. Sot, në kohën e sotit, duhet një përgatitje shumë më e madhe edhe një koncentrim shumë më i madh ndaj pacientit. Edhe pse kanë qenë operacione në fillim kur kemi filluar me punu me doktor Afrimi, kanë qenë që ka zgjatë shumë. Me kalimin e kohës me perfekcionu, ka zgjatë më shkurt, edhe rezultatet janë qenë shumë shpejta. Sidomos rezultatet laparoskopike për trajtimin e sterilitetit, ka qenë rastet me PCO që na kanë pru rezultate shumë shpejta, janë qenë shumë prekshme brenda 3 deri në 6 muajve na kanë ardhur pacienta që kanë mbetë sa duan mas laparoskopisë.